Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush ngjarjet, diskutimet, pikpyetjet që në fakt po ndodhin në shtëpinë e Big Brotherit. Do të ndalojmë tek një bisedë që mbrëm ka ndodhur në orët e vona të natës, konkretisht nga ora 4, kur Egli po futeshte brënda në shtëpi nga biseda që bëri me Gjestin dhe Gerta ishte e shtrirë tek vendi i saj në koltukun e kuq dhe po e pyetën Eglin: a mendon që Rozana të ka frikë brënda në shtëpi, ka frikë prej teje, ka frikë prej lojës tënde dhe mundohet që non stop të godet që ti të mërzitesh edhe të dalësh jashtë. Egli u kthye duke parë Gertën, në momentet në fillim nuk dinte se çfarë të thotë, çfarë përgjigje t'i jep, dhe më pas i tha: po nga mënyra se si Rozana po sillet me mua, nga mënyra se si Rozana po e mban qëndrimin me mua, besoj që më ka frikë. Tani, unë nuk e shoh që Rozana po ofendon Eglin, unë nuk e shoh që Rozana po godet Eglin, unë nuk e shoh që Rozana po mundohet që ta ulën lojën e Eglit, por përkundrazi, Rozanën e kam parë këto ditë duke u munduar që të mbroj Eglin, të mbroj fjalën e Eglit, apo atë mënyrën e rrëfimit të historisë së Eglit kundër drejtmarrëdhënies së Gjestit tek banorët e tjerë dhe tek Gjesti. Dhe Rozana, nga një diskutim që pati në verandë, ajo u mundua që ta mbroj maksimum Eglin dhe u mundua që ti tregon Gjestit se këtë gjën të cilën ti e ke bërë është e gabueshme dhe kjo ka marrë fund, nuk duhet ta bësh më. Por siç duket, kjo lloj mënyre se si Rozana po e luan lojën dhe se si Rozana po futet në lojë e ka bërë që Egli ta shikon ndryshe dhe ta shikon me një sy pak më të egër, me një sy pak më të ftohtë. Do me thënë, Egli ka personale me Rozanën, do thoja, nuk dua ta besoj, por që nuk e do, Rozanën nuk e do fare dhe këtë nuk arrit do ta kuptoj për çfarë arsye nuk e do Egli Rozanën, por gjithsesi Rozana është munduar që të ndihmoj çiftin, është munduar që të ndihmoj Eglin, të ndihmoj Gjestin dhe të nxjerrë anën e tyre më të bukur, ndërsa Gerta po shoh që po përdorën çdo situatë dhe po bën atë më interesante të shtëpisë. Dua të marr mendimin tuaj për këtë situatë të ndërtuar.